Hoxh, dje ndodhi një tragjedi në Dragash ku pas një konflikti privat, personal, për pronësi, humbi jetën fatkeqësisht një imam, Allah e mëshiroft. Amin. Mirë po, pas i ndodhi kjo tragjedi, u bombarduam me lajme se ka ndodhë kjo, mirë po komente të shumta kundër muslimanëve, sa mirë, një taliban ma pak, një arab ma pak, një mekrosh ma pak, duhet mi vra krejt, lloj komente, kanë vlu komentet e anti-islamistave, e tërshme kjo, si e kështë komentu? Po, fatkeqësisht e pam edhe na lajmin e trisht, lutim Allahun që ta mëshiron imamin, familjes të jep sabër për ta përballuar këtë fatkeqësi të madhe që ka ndodhur. Dhe kërkojmë nga organet e rendit që domethënë kriminalin, vrasësin domethënë ta kapin edhe ta paraqisin para gjyqit dhe të marrë dënimin e merituar. Dhe gjithë banorët e atij fshati asaj zone domethënë gjithashtu lut Allahun që t'u jep qetësi, rahati e harmoni, sepse normalisht është moment trishtues. Ky moment fatkeqësisht nxjerrin shesh një gjë që na tash e sa vite jemi duke paralajmëruar. Kur themi na islamofobia dhe anti-islamizmi janë të e frustru masën edhe janë të elektrizu situatën, shumë kushi do thotë nuk na ka përfill. Sidomos pushtetë-mbajtësit, sidomos gjykatat, sidomos prokuroria, sidomos organet e rendit. Dhe islamofobin e kanë fry këta figura që dalin për din televizor dhe shohin çdo sen islame, dhe kritikojnë çdo sen islame, dhe u pengon çdo sen islame. Çdo sen, domethënë, xhami i koft, shami i koft, mjekër koft, domethënë, bot kuptim qoftë, çka do qoftë, bashkia islame, hoxha, çallë me hoxhës, do thotë çdo sen që është islame i pengon. Edhe ky lloj edukimi mediatik që e kanë bërë tash 2 dekada, këta figura, domethënë 2 dekada e më shumë, domethënë faktikisht 3 dekada, e prodhon këtë njerëz të frustruar. E tani, kjo është njëra pjesë. Pjesa tjetër është mungesa e efektivizimit të shteteve tona. Nuk jemi shtete efektive, domethënë që janë në shërbim qytetarit si duhet. Mungesa e perspektivës personale në këto shtete, për shkak mungesës së funksionalitetit të shteteve, aspektin ekonomik, aspektin shoqëror, aspektin e arsimit, aspektin e shëndetësisë, aspektin e politikës. Këto dështime, edhe ky indoktrinim nëpërmes mediave që i kanë ata në përdorim edhe në posedim, e prodhon këtë frustrim të këta njerëz që dalin me qindra, do thotë komente negative, prandaj i gëzohen vdekjes së një njeriu të pafajshëm. Të thirrje për vrasjet, Edhe thirrje për vazhdim. për vazhdim të vrasjeve. Kjo është katastrofë. Edhe shumë bukur kishte thonë dikush për aty që kanë përcjell këtë ndodhi, ka bërë database Po. të gjithë njerëzve që me profilet e vetë kanë shah dhe kanë thirrë vrasje, edhe ka thonë ja ofroj prokurorisë gatshme. Pëlqeti si qasi, domosdoshmë shumë konstruktiv njeri, jo me vajtu si zakonisht të bëjnë shumica, na shajnë, na vrajnë, po njeri ka bërë një punë konkrete, ka bërë database të gjithë shkrimeve të cilët thrasin me vazhdu me vrarë njerëz. Edhe deri dje i akuzojshin muslimanë se janë thirrur ose të prirur për të vrarë njerëz, a fatmirësisht këtu në Ballkan të na në përgjithësi të shqiptarëve në veçanti, s'kemi na asnjë rast ku muslimani ka vrarë dikant për arsye fetare. Hiç asnjë rast. A kemi shumë raste të vrasjeve politike, bizneseve, për halle, domethënë për pakënaqësi brenda një familje kështu me radhë, ama asnjë rast me motive islame. A neve na shohin se na jemi ekstremist, dhunshëm, do thotë prirë për me derë gjakun e njerëzve, asnjë rast se kemi na hiç. A me motive krishtere ka? Po, Srebrenica. Po, raste ka plot e ki, jo, po Srebrenica është e vjetër, po ti e ki në Zelandën e Re, e ki domethënë rastin e Norvegji, që ai vet ka deklaruar se këto i bëjnë me motive domethënë krishtere. Po. Ka sulmu njerëzit në xhami, ka sulmu njerëzit domethënë partitë caktuar që ka pas tolerancë ndaj muslimanëve. I kanë thonë ato vet vrasësit. Edhe s'kan marrë dënime makabre, dënime të mëdha, kanë marrë dënime shumë normale, shumë zakonshme atë. E tash, këtë kjo situatë nga këta gazetar, njerëz
publicist që ushqejnë islamofobinë vazhdimisht, edhe e bëjnë me një cinizëm edhe dinakri dhe mendojnë se, domethënë, e gjytëm gurin e mshefën dorën, s'mundet me na kap neve as gjyqi, s'mundet me na kap neve as do thot opinioni publik, e prodhojnë këtë lloj domethënë mendimi, këtë lloj sjellje, këtë lloj kanibalizmi. Tash shohim a Islami i bën njerëzit prirur për të xherr gjakun njerëzve, apo kjo islamofobia e tyre është ajo që është i prish njerëz të çmend. Edhe ata që komentojnë kështu, me përcjell profilet në rrjetet sociale, janë ndjekësit e atyve figurave të mëdha që thrasin kësaj gjuhë, që fatkeqësisht nuk kanë dalë asnjë pyetje me gjyku këtë gjuhë. Edhe me kundërshtu. Indirekte kanë pranuar se kjo gjuhë është ajo që duhet të përdorë me muslimanët. Realisht kjo e dëshmon edhe atë deklaratën famkeqe të atij personit, tash po duhet të them priv sepse si ka hije me kon priv të forcëshon, se 95% shqiptarëve qenëve pak u kena bënë dash më u bë më shumë. Është publike, nuk është që një të janë ngjit në aty. Po harrohet ky si momentum, domthonë edhe vazhdimisht shohin musliman, edhe vjen tash situata ku shumica e dërmuese deklaratave me lajmin e vrasjes së tij imamit, i cili është me origjinë bosnjake ose garant. Po. Që na duhet me tregu përkundazi tash vetë më të madh, janë pakic minoritet. Muhabetin e bëjnë gjithë, na duhet me respektu pakicat, minoritetet, se ato janë të pambrojtur, na duhet me mbrojt punë LGBT-s, domethënë. Po. A më kur vjen puna një muslimanit që është garant, për shembull, që është pakic, minoritet që shteti edhe shoqëria duhet me ndihmu dhe me mbrojt se janë pakic, ato shkojnë edhe thonë, "O pak i vraju, duhet më vrarë më shumë." Këtë juve më ufaru pak është. Edhe normalisht na jemi kundër kësaj gjuhë, po jemi të treguar se kjo gjuhë s'ka ardhur vetvetiu. Kjo gjuhë s'ka ardhur për një natë. E kanë prodhu këta njerëz që dalin në ekranet televizive edhe i fryn islamofobisë edhe anti-islamizmit dhe luftojnë çdo sen që është islame. Megjithëse fatmirësisht edhe këtë po duhet të them publikisht, ata as pak se kanë ul përqindjen e muslimanëve, as nuk e kanë nol ndikimin e thirrjes islame. As nevojën e muslimanëve për xhamia dhe objekte fetare. Përkundër të veçantë ushtu. Sa na shajnë ata, numri të interesuar për islam është u rrit, elhamdulillah. Edhe kështu ka me vazhdu. Pse se ata s'mujnë me fik dritën e Allahut. I kanë dalë përpara Allahut. Ata s'mujnë me ndal diellin apton. Të mirë ata. Normalisht veç vetes e kanë bë. Edhe këtë botë po shtrum kanë me qenë, në shmum kanë me qenë, të ofendum kanë me qenë, për njerëzve më të afërm të tyre. Plus të Allahu shka i pret, vaj për ta. Para mendon ne që jena musliman, jena aktivista, jemi në këtë rrugë, falmi namazin edhe friksohemi, çka do bëhet me neve pas vdekjes. Po këto që janë e kundërta e neve, domethënë e shohin islamin, i shohin muslimanët, e shohin Allahun, pejgamberin, Kur'anin, për këto pas vdekjes hoç, lutem një përgjigje. Është e paparamendueshme çfarë kobi, çfarë fatkeqësie, çfarë ndëshkimi, çfarë përvlimi, çfarë do thotë djegje ka me prit ata si ndëshkim për Allahut të Madhërisht. Do t'i kafshojnë duart. Pak do jetë ajo. Sa keq do jenë ata dhe sa pishman do bëhen ata. Vetes jeni duke ja vonë, jo neve.